tuaj? Shumë. Për 7 minuta. Do me thënë, ato pëndojnë, e vetë Argentina, Anglia, u dërzua, faj të njerit që duhet kështë e po ndrime, u mbyllë shumë. Rashfordi, u mbyllë shumë, më shumë se që duhet. Dhe ato për lushin nga aty ke 16 qa. Si e përjetuat ndeshjen? Shumë keq. Si e përjetuat? Shumë keq, çfarë? Netën mbrojtje, çfarë ti bën? Netën mbrojtje. U bën si loja me Italinë, që se Italia performon mbrojtje zakonisht. Po pra, shumë turp, se kështu humë edhe atë europianën e 2021-shit. Bom gol që minutë 3 dhe ngelen mbrojtje pastaj. Po çfarë ndodh me këta Anglinë që nuk ecë? Unë thash ky Tugeli do bëte në gjë ndryshe. Mund të shkonin në sulm prapë në bëhen në gjë fare, hiç asnjë gjë. Si e pat performimin e ekipit? Nga fillimi kisha shpresë, tash mos do bënin 2 gola. Se bëj gol ti me menjet do të vazhdosh akoma në sulm. Jo 3 mbrojtje sikur ke bësh 7 gole, nuk ka kuptim, veç me qenë si Arsenali, që nejtë mbrojtje me taktike dhe shpirtme dhe humbën finalin e Champions League-s. Ja isoj edhe me Anglinë. Ideja është po të rrifshin, dhe ishte më bukur vlushin gjithë kohë sulm, të humbshin rastet pak në mbrojtje sulm. Po, ju mbyllësh pak. Jo mbyllëshëm. Le tamam, po trishin shumë mbrojtje kot më kot. Nuk imagjinoja kur trishin mbrojtje, shumë turp. Me Bellingham, Harry Kane në sulm, me ndryshe fantastike. Çfarë thosh më, gjithë 7 larg, gjithë 2 metra, më bërni me këto. Gjinof. Nuk luani edhe me krosa dhe me gjitha, kishin gjithë raste. Kishin potencial, sa duhet, nuk e shfrytëzon fare. Sulçe. Po, jemi. Ka rënë heshtja tek Liverpool Club. Padyshim ishin momente shumë vështira sa i përket golit të barazimit, por edhe përmbysjes madhe që u bë ndaj Anglisë. Shoh shumë fytyra të mërzitura, disa prej tyre më refuzuan dhe intervista, kështu që do të presim sa po dalin edhe pjesa tjetër e tifozëve që janë nga brenda ambienteve. Okej, nuk ka problem. Po të djesh ndeshja për të parë se si. Pire, nuk ka problem, mund të lëvizim dhe që aty. Ishte një shpresë e madhe, po. Mund të lëvizim dhe që aty, nuk ka në gjë, sepse aty dje që janë tifozë anglez dhe shumë e vështirë, aty mund të lëvizim dhe në një ambient tjetër. Me jatë ti e di. Ishte diçka që pritej ndryshe, por erdhi komplet ndryshe. Leo Messi edhe njëherë tregoi që ishte diçka edhe nga intervistat që përcollën pak më parë. Edhe nga intervistat që përcollën pak më parë, tifozët ishin shpresë plot sa i përket një kalimi në finale për të thyer mallkimin e anglezëve, të cilët nuk përfumojnë në një finale edhe për të prekur Kupën e Botës për më shumë se 60 vitesh. Po. Tifozë cilët ishin mbi 60 vjeç dhe nuk e kishin parë një Angli në finale, padyshim shumë trishtuese për tifozët, cilët i qëndrojnë besnik kësaj kombëtare, ishin shumë afër me një ekip i cili garantonte spektakël dhe ka treguar në këtë botëror që mund të fitojnë ndeshje, por si duket kjo fanela e dytë e Argentinës solli realisht fat tek latinët dhe tani shpresohet europiani dhe padyshim botërori, por që janë vitet larg këta.